Në mesin e 500.000 titujve në vitrinat e librarisë Dugagjini në Prishtinë, vend zuri dhe krijimi më i ri Jam Musliman nga shkrimtari Ben Blushi. Por kjo llojshmëri nuk qeheq problem që lexuesit qysh në momentet e para të ardhjes së librit të interesueshin rreth përmbajtjes së tij. Ndeshmë të regu diçka e bën speciale për librave tjerë që ka shkruar tash. E kur kjo vizitore i mori krejt informacionet rreth tematikës së librit më të ri të autorit të njohur, e bleu atë. Po shpresoj që ka më qenë diçka që edhe unë e kuptoj për shkak se çdo njeri në vendin tonë e ka pa këtë pak a shumë dileme në pjesën fetare dhe unë jam musliman, domethënë në Kosovë. Për shkak se është pak a shumë një tematikë që zhvillohet shumë tek ne, ku mundet me pas ose ekstremitete apo mundet me pas edhe neutralitet. Nga libraria që të shtunën u pasuruan me botimin Jam Musliman, janë të sigurt që njësoj si paraprakët edhe ky i sapo botuari do të lërë nam të madh pas vetës.